Ky është momenti kur mbeturinat e Big Market kanë marrë flak në pallatin në zonën e farmacisë 10 në kryeqytet që u shkëmbrua nga zjarri. Sikurse mund të shihet nga pamjet, zjarri fillimisht ka nisur nga disa kuti kartoni anash ndërtesës, teksa është përhapur tek pirgu aty pranë dhe më pas ka përfshirë gjithë pallatin. Zjarrfiksi luftuan disa orë me flakët e mëdha dhe në mesnatë arrinin ta vinin në kontroll zjarrin, i cili dogji më shumë se 30 banesa. Ndërkohë, zjarri në kompleksin Arlis riktheu debatin për cilësinë e ndërtimeve dhe materialeve që përdoren në këtë sektor në vendin tonë, çka kryeministri Edi Rama e mbështeti publikisht. Kjo është një arsye për të parë dhe për të kuptuar ashtu siç duhet edhe çka lidhet me cilësinë edhe me materialet e ndërtimit, edhe pse nga verifikimi i parë që është bërë, ndërtimi kishte të gjitha materialet të certifikuara. Por kreu i qeverisë shfaqi rezerva për një pjesë të atyre që u bën pjesë e diskutimit për këtë çështje që lidhet direkt me sigurinë e jetës dhe pronës. Si këpurat pas shiut, lloj-lloj gjithollogësh edhe lloj-lloj ekspertësh publik, por pa licenca dhe pa njohurit e nevojshme për të marrë një rol të tillë. Banorët e prekur i siguroi se nuk do të humbasin shtëpitë, duke theksuar se pallati i dëmtuar nga flakët do të rindërtohet nga kompania ndërtuese. Godina do të rindërtohet tërësisht nga e para 100% nga vetë ndërtuesi i saj. Deri në ditën që të rikthehen në shtëpi, kreu i qeverisë premtoi mbështetjen e strukturave të shtetit. Një bonus qeraje dhe patjetër edhe një mbështetje nga bashkia për të lehtësuar barën. Deklaratat e Ramës sollën edhe reagimin e kryedemokratit Sali Berisha, i cili tha se kryeministri po mbrën ndërtuesin, duke folur si avokati i tij. Mori përsipër avokatin e Armando Lilos dhe deklaroi se zjarri nuk kishte lidhje me ndërtimin dhe se fasada ishte ndërtuar me materialet më të mira, në standardet më të mira në kohë kur ajo mori flak si fasad kashte. Disa inspektoriate dhe policia po kryen hetime e verifikime për zjarrin në kompleksin Arlis dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pallatin kur flakët morën për masat e frikshme, por fatmirësisht pa pasoja në jetën e banorëve.